të mbylljen e TikTokut si e mendon? TikToku tham për nesër do mbyllet. Mua s'më duket fare e drejtë, sepse nuk është faji i TikTokut që fëmija po vriten e po priten, faji është i edukimit që vjen nga prindërit që të vegjël. Fëmija merr atë edukatën që në moshë të vogël, ashtu si domatja që i vën shkopin që të ri drejt, ashtu dhe fëmija duhet. Po tash njerëzit po bëjnë shumë kalamaj, thënë erdhëm Tiranë këto të ardhur që vinë. Bëjnë shumë kalamaj? Edhe i lënë lishën pastaj. Bo që japin bukë edhe ikin, lëre fëmin. Po fëmija do edukim, do të mësohet. Ka shumë gjëra që duhet edukata familjare, personale për fëmin është shumë e rëndësishme. Pastaj i takon mësuesit të edukohet, të merret me fëmijët. Pra duke qenë se jemi në zhvillimin e teknologjisë dhe zhvillimin e të gjitha këtyre updatimeve të fundit, le të themi, ju thoni që teknologjinë e zgjedh vetë se çfarë ti do që të ndjekësh ose të shikosh. Në TikTok mund të ndjekësh gjëra shumë interesante, thoni ju, që janë shumë të vlefshme për njeriu, sikurse mund të shohësh edhe gjëra budalliqe që nuk i vlen askujt. Nëse unë nuk jam dakord me mbylljen e TikTokut.